Procesi i kërkimit të klubit legjendar skocez Celtic për një sulmues të ri ka hyrë në javën e tretë të afatit kalimtar të janarit. Raportohet se Martin O'Neill, Mikael Nicholson dhe figurat e tjera kyçe të klubit kanë zhvilluar një takim të posaçëm për transferime të hënën, teksa koha po shkon dhe skuadra duhet të përforcohet për garën për titull. Gjatë 24 orëve të fundit në internet kanë qarkulluar thashetheme se sulmuesi shqiptar i Plymouth Argyle, Laurent Tolaj, është shfaqur si një opsion i mundshëm për gjigantët skocez gjatë këtij muaji. Sulmuesi 24 vjeçar është një nga golashënuesit më të mirë të Ligue 1 këtë sezon, pasi u transferua te Plymouth nga Port Vale gjatë verës. Tolaj është produkti i akademisë së Brighton, por pjesën më të madhe të karrierës e ka kaluar në futbollin anglez të niveleve më të ulta, duke luajtur edhe për Cambridge United dhe Salford City. Megjithatë, sipas Daily Record, Tolaj nuk është i disponueshëm për një transferim në janar dhe është jashtë tregut të paktën deri në verë. Arsye lidhet me rregullat e pranueshmërisë së lojtarëve, pasi ai ka bërë tashmë paraqitje për Port Vale këtë sezon përpara se të transferojë tek Plymouth në fund të afatit veror. Kjo do të thotë se Tolaj nuk mund të aktivizohet për 3 klube të ndryshme brenda të njëjtit sezon, duke e bërë të pamundur një lëvizje në merkaton e janarit. Thashethemet kishin përmendur një çmim rreth 5 milion pound për sulmuesin, i cili është edhe përfaqësuesi grup moshave të reja të Zvicrës, por emri i tij tashmë është fshirë nga lista e objektivave të Celtic për këtë afat kalimtar. Kujtojmë se Tolaj ka ende të drejtë që të përfaqësojë Kosovën dhe Shqipërinë në nivel ndërkombëtar.